Ditët e këqija për borxhe dhe para. Shmang këto ose humb gjithçka. Përshëndetje miq të dashur të astrologjisë dhe të jetës së Begat. Sot do të zhytemi thellë në botën magjike të astrologjisë vedike për të zbuluar sekretet e ditëve të javës në lidhje me transaksionet financiare, borxhet, pagesat, dhënien dhe marrjen e parave. Këto rregulla nuk janë thjesht besime popullore, ato bazohen në energjitë e fuqishme planetare që qeverisin çdo ditë të javës. Çdo planet ka natyrën e vet, disa sjellin zgjerim dhe bollëk, të tjerët sjellin vonesa, konflikte ose humbje. Nëse dëshironi që paraja juaj të rrjedhë si lumi i gangesit, pa pengesa, pa borxhe që zgjasin përjetësisht, atëherë dëgjoni me kujdes çdo detaj. Do të kalojmë pikë për pikë, duke shpjeguar pse, si dhe çfarë ndodh nëse i shkelni këto rregulla. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne, për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sone. Le të fillojmë udhëtimin ton kozmik. 1. E Marta, dita e Marsit, dita e energjisë së zjarrit dhe luftës. E Marta është dita e planetit Mars, zotit të guximit, luftës, forcës dhe borxheve. Po, Marsi konsiderohet karaka, shenjtori kryesor i borxheve, rina në Jotish. Kur ky planet i kuqëremt sundon qiellin, energjia e tij ashpër dhe impulsive bën që çdo transaksion financiar të marrë një kthes të papritur dhe shpesh negative. Pse është e pafat për të marrë borxh të martën? Sepse borxhi i marrë në ditën e Marsit besohet se ngjitet si flaka e zjarrit, zgjat me vite, sjell vonesa të mëdha në shlyerje, grindje me kreditorët dhe madje rritje të papritura të interesave. Shumë njerëz që kanë marrë kredi ose hua të martën, raportojnë se pagesat bëhen sikur të jenë mallkim, sa herë paguajnë një pjesë, shfaqet një pengesë e re. Po ashtu, mos nisni asnjë transaksion të ri të madh financiar të martën, qoftë blerje biznesi, investime apo edhe veshje të reja. Energjia e Marsit bën që gjërat e reja të digjen shpejt ose të sjellin konflikte. Megjithatë, ka një anë pozitive të fuqishme. E Marta është dita më e mirë për të kthyer borxhin, për të shlyer pagesat e vjetra. Kur paguani borxhin të martën, energjia e Marsit ju ndihmon të prisni zinxhirin e borxhit përgjithmonë. Është si një ceremoni çlirimi, flaka e Marsit djeg vetë borxhin dhe ju liron nga barra. Shumë njerëz praktikojnë që të martën të bëjnë pagesa të mëdha për të pastruar karmën financiare. Këshill e thellë, nëse keni borxh të vjetër që ju mundon, zgjidhni një të martë me hënë në shenjë të favorshme dhe paguajeni, do të ndjeni lehtësi të menjëhershme. 2. E Mërkura, dita e Lordit Ganesha dhe planetit Merkur, Budha. E Mërkura, Budhar, është dita e Merkurit, planetit të zgjuarsisë, komunikimit, biznesit dhe rrjedhjes së shpejtë të parave. Por mbi të gjitha, kjo ditë i kushtohet Lordit Ganesha, heqësit të pengesave dhe dhënësit të suksesit. Kjo është dita më e mirë, më e begat për të bërë pagesa, për të dhënë para, për të dhuruar ose për të kryer transaksione dalse. Sa më shumë të jepni të Mërkurën, qoftë pagesë borxhi, dhuratë, bamirësi apo investim, aq më shumë universi ju kthen mbrapsht me bollëk të shumë fishuar. Është si ligji kozmik i kthimit. Energjia e Merkurit bën që paraja të rrjedhë si uji, del lehtë, por kthehet si lumi i plodh. Pse funksionon kështu? Merkuri sundon tregtinë dhe llogaritë, kur jepni para këtë ditë, ju aktivizoni ciklin e prosperitetit. Shumë tregtar hindu zgjedhin të Mërkurën për të paguar furnitorët, për të bërë dhurata ose për të ndihmuar nevojtarët, sepse besojnë se Ganesha i bekon me sukses të menjëhershëm në biznes. Shembull fantastik, nëse keni një biznes dhe doni të rrisni qarkullimin, bëni një pagesë të madhe të Mërkurën, shikoni si klientët e rinj vinë si me magji. 3. E Enkia, dita e Lordit Vishnu, hyneshës Lakshmi dhe planetit Jupiter, Guru. E Enkia, Guruvar, është dita e Jupiterit, planetit më të madh e më të begat të sistemit ton diellor. Jupiteri quhet Guru, mësuesi i perëndive dhe sundon zgjerimin, urtësinë, pasurinë e qëndrueshme dhe bekimet e Lakshmi. Kjo është dita absolute më e favorshme për të marrë ose pranuar para, për të marrë pagesa, rroga, fitime ose dhurata.
Kur pranoni para të enjten, energjia e Jupiterit i vulzon ato para me mbrojtje hyjnore. Ato nuk shpenzohen lehtë, por rriten, shumë fishohen dhe krijojnë pasuri afatgjallë. Pse është kaq e fuqishme? Lakshmi, hyjnesha e pasurisë, shoqërohet fort me Jupiterin. Pranimi i parave këtë ditë është si të ftoni Lakshmin në shtëpinë tuaj financiare. Ajo qëndron aty dhe shton bollë. Shmangni dhënien e madhe të parave të enjten, sepse mund të dobësojë energjinë e rritjes. Këshill e artë, nëse prisni një pagesë të madhe, planifikojeni për të enjten, do të ndjeni se pasuria juaj po forcohet si një pemë e madhe që rritet çdo vit. 4. E premtja, dita e hyjneshës Lakshmi dhe planetit Venus. Shukra. E premtja, shukrar, është dita e Venusit, planetit të bukurisë, lukseve, dashurisë dhe pasurisë materiale. Lakshmi vetë sundon këtë ditë, duke e bërë atë shenjtë për çdo gjë që ka të bëjë me bollëkun. Megjithatë, tradita vedike këshillon që të mos jepni ose të mos shpërndani para lehtë këtë ditë. Pse? Sepse Lakshmi nuk pëlqen të dalë nga shtëpia juaj financiare, dhënia e parave të premten mund të sjellë bllokime të lehta në rrjedhën e pasurisë. Është si të dërgoni larg perëndeshën e bollëkut. Po ashtu, e premtja konsiderohet e pafat për të marrë borxh, sepse borxhi i marrë në ditën e Lakshmit mund të sjellë vështirësi në ruajtjen e parave më vonë. Por ka një anë të bukur, përdorni të premten për puja, për të adhuruar Lakshmin, për të blerë gjëra luksoze ose për të investuar në pasuri të qëndrueshme, si ar ose prona, kjo e forcon energjinë e saj. 5. Këshilla shtesë dhe rregulla të përgjithshme. Për dhënien e borxhit, shmangni plotësisht të martat dhe të shtunat, sidomos kur është hënë e re, sepse Saturni sundon të shtunën dhe mund ta kthejë borxhin në barë të rëndë që zgjat me vite. Për marrjen e borxhit, shmangni të martat, Mars dhe të premten, Lakshmi, sepse mund të sjellin ose vonesa ose humbje të parave. Bamirësia dhe ndihma për të varfërit. Ky është veprim hyjnor që nuk kufizohet nga ditët. Mund të bëhet çdo ditë të javës, madje edhe të martën ose të shtunën. Veprat e mira anulojnë shumë pengesa astrologjike dhe sjellin bekimet më të mëdha nga universi. Përfundimisht, për vendime të mëdha financiare, si kredi të mëdha, investime apo shitblerje prone, gjithmonë konsultohuni me një astrolog profesionist që sheh hartën tuaj personale. Por në jetën e përditshme, jini praktik, ndiqni këto rregulla sa të jetë e mundur, por mos u bëni skllav i tyre. Universi i do ata që veprojnë me zemër të hapur dhe mendje të qartë. Përfundim. Kështu përfundon udhëtimi ynë i sotëm në përditët e javës sipas astrologjisë vedike. Tani ju dini sekretet, e mërkura për të dhënë, e enjtja për të marrë, e marta për të shlyer. Zbatoni me besim dhe shikoni si pasuria juaj rritet si një pemë e bekuar nga Lakshmi. Nëse ju pëlqeu, abonohuni, lini një like dhe ndani me miqtë tuaj që duan begatin. Ju përshëndes dhe qoftë bollëku me ju çdo ditë.